Në Shqipëri ndodhin edhe këto paradokse. Ilir Beqaj, një nga emrat më të përfolur për abuzime masive, koncesione të dyshimta dhe shkelje pafund në sektorin e shëndetësisë, ka dalë publikisht për të dhënë leksione mbi të drejtat e njerëzit dhe procesin e rregullt ligjor. Shkak është bërë ankesa e se në paraburgim nuk i lejohet akses elektronik në dosjet gjyqësore. Përmes avokatit të tij, Beqaj ankohet se prej vitesh gjykata e posaçme zhvillon procese me mirafaqe, ndërsa të paraburgosurit nuk kanë mundësi të lexojnë dosjet në format elektronik. Sipas tij, kjo përbën shkelje të rëndë të drejtës për mbrojtje, një shqetësim thellësisht human që vjen pikërisht nga një personazh që për vite me radhë nuk u shqetësua as pak për ligjin, transparencën apo dinjitetin e qytetarëve. Në letrën e gjatë, ish-ministri shpjegon me detaje rregullore nën e ligjit dhe interpretime juridike, duke u shfaqur papritur si mbrojtësi standardeve evropiane të drejtësisë. Ironia qëndron te fakti se për vite të tëra, ndërsa mijëra qytetarë përballeshin me shërbime shëndetësore të degraduara dhe skema abuzimi, Beqaj nuk gjeti kohë të denonconte asnjë shkelje. Sot, kur dosjet janë përballë tij, sistemi papritur që ka i padrejtë. Pashtu, Beqaj është ai që ndodhet në burg për vjedhje të fondeve të BE-s. Beqaj shkon më tej duke aluduar se institucionet po e lodhin qëllimisht të pandehurin për ta detyruar të pranojë gjykim të shkurtuar. Një tezë interesante, sidomos kur vjen nga një ish zyrtar që e përdori pushtetin për vite si pronë private. Në fund, ish-ministri kërkon reagim nga dhoma kombëtare e avokatisë dhe flet për mungesë mbrojtjeje, sikur të mos kishte qenë vetë simboli një sistemi që mbrojti korrupsionin dhe jo qytetarin.